Shpesh kritikët kur flasin për Naimin, për t'i bërë shkrimet e tyre më tërheqëse, ndoshta edhe frymëzuar për faktit që po flasin për një poet, mundohen të përdorin një gjuhë artistike të figurshme. Naimi ynë që u shkrisi qiriri për gjuhën, për kombin, për shqiptarin, duke u bombarduar që në fëmijëri me këto klishe, është e natyrshme që Naimin ta përfitojmë si patriotin që shkrihet për Shqipërinë, dhe fjalët e qiririt pa i lexuar fare si poezi patriotike. Po është vërtet e tillë patriotike kjo poezi? Le ta zbulojmë këtë duke komentuar. Kjo vjersh është botuar në vitin 1884 me titullin e shkurtër Qiriri. Është e para vjersh që Naimi ka botuar në Shqip dhe ka formën e një monologu. Duket kjo që në titull, fjalët monologu i Qiririt. Në bazë ka simbolikën që autori jep figurës të Qiririt dhe është një nga poezitë më të njohura të tij. Sa po themi fjalët e Qiririt, menjëherë na shkon në mendje Naimi se në tru e kemi të lidhur automatikisht Qiriri, poeti, Naimi. E pra është e tepër të themi që Qiriri simbolizon poetin në këtë poezi. Poetin dhe misionin e tij i cili duket ose shpallet që në vargjet e para. Në mes tuaj kam qëndruar e jam duke përvëluar që t'u hap pak këzë dritë natën në t'u bëjnë ditë. Misioni i poetit sipas Naim Frashit është ndriçimi i mendjeve njerëzore, t'ju jap pak dritë që natën në të cilën jetojnë t'u bëj ditë. Një mision që mund të përmbushet veç me sakrifikimin e tij, të poetit pra, e jam duke përvëluar, madje me sakrifikimin e vetëdijshëm të tij në mes tuaj kam qëndruar. Pra poeti qëndron në mes të njerëzve me vetëdije të plotë që do të duhet të sakrifikohet, të digjet si qiriri, të përvëlohet, që drita e tij të mund të ndriçojë mendjet njerëzore. Mision sublim, i madhërishëm, por po aq edhe i vështirë. Prandaj thot duke zvogluar t'u hap pak zë dritë. Nuk është modestio, por e di mirë që ai i vetëm nuk do t'ja dalë nëse nuk janë një tufë me poet, shkrimtar, ideolog, filozof, që secili nga pakës të jap dritën e tij. E pra sakrifikimi për të përmbushur misionin është motivi kryesor dhe më i shpeshtë i gjithë poezisë. Çdo 2-3 vargje do ta shohim të përsëritur në forma të ndryshme. Jam duke përvëluar, do të tretem, të kullohem, të digjem, të përvëlohem. Për ju do të ri të tretem, të digjem, të qajm me lot. Unë zjarin nuk i druhem kur më shihni se jam tretur, lemni të përvëlohem e kështu me radhë. Dhe çdo herë për të mos u bërë monoton idenë e sakrifikimit e thekson me mjete të ndryshme stilistike. Për shembull tek vargjet do të tretem, të kullohem, të digjem, të përvëlohem, përdor metaforën, enumeracionin, tretem, kullohem, digjem, përvëlohem. Përsëritjen, më saktë rimarrjen e idesë për ta bërë atë më të plotë dhe edhe më të dhimbshme. Tretem rimerret me më të plotën kullohem, ndërsa digjem rimerret me më të dhimbshmen përvëlohem. Në vargjet që pasojnë kuptojmë që kjo tretje dhe ky përvëlim prodhon një ndriçim të një lloji të veçantë, alegorik më tepër se sa real. Do të digjet që t'ju ndrinj mirë të shihni, pra ta hapni syt, njëri tjetrin të njihni. Në kuptimin e drejtë për drejtë do të ishte t'ju ndrinj të shihni njëri tjetrin, kurse në këtë varg të bën përshtypje folja të njihni që ka zvendësuar foljen të shihni. Kjo na bën të besojmë se drita që do të lëshoj qiriri është një lloj të veçantë që ndriçon shpirtin dhe mendjen njerëzore, jo ambientin përreth. Prandaj mund të themi se ndriçimi i qiririt është përdorur në kuptimin alegorik. Dhe përderisa ndriçimi i qiririt është përdorur në kuptimin alegorik, edhe ajo çka do të sjellë ky ndriçim, natën në tua bëjnë ditë, pra fjalët nata dhe dita të këtij vargu, duhet të kenë nënt kuptimet e tyre apo jo. Duke marrë parasysh kohën në të cilën është shkruar dhe për cilën flet kjo poezi, pushtimin turk, robërinë, prapambetjen, e nuk e kemi të vështirë të plotsojmë. Nata është errësirë e paditurisë, e barbarisë, e prapambetjes, ndërsa dita, drita e diturisë, e qytetërimit, mirësi, njerëzi, dashuri. Le t'i kthehemi edhe një herë sakrifikimit që të kuptojmë arsyen, pra çfarë është çfarë detyron poetin të sakrifikohet. Ai thot, për ju do të ri të tretem, asnjë çik të mos mbetem, të digjem e të qanj me lot, dhe i arsyen se dëshirën se durojnë dot. Shtysa pra për këtë sakrifikim që t'ju ndriçojë mendjen të tjerëve, është shtyse brendshme, dëshirë e brendshme, nuk e detyron diçka e jashtme, është kërkesë e shkruar në kodin genetik të poetit. Para se të vazhdojmë tutje, le të bëjmë këtu një pauzë të shkurtër për të mrekulluar me fuqinë artistike të fjalës së Naimit. Te këto vargje që sapo pam, shihni se si e bën nga ana pamori lidhjen mes poetit njeri dhe simbolit qiri. Për ju do të ri të tretem, asnjë çik të mos mbetem. Foljet të tretem të mos mbetem tregojnë vizualisht përfundimin, tretjen e qiririt, por njëkohësisht edhe harxhimin, tretjen e poetit njeri prej mundit të punës, prej sakrificës, por sidomos vargu të digjem e të qanj me lot e bën shumë të kapshme këtë lidhje mes qiririt që digjet e kullon lot dylli dhe poetit që qan me lot dhimbje sakrifikohet. Gjetje vërtet artistike apo jo? Që të vazhdojmë aty ku e lam, tham që sakrifica, flijimi për të ndriçuar të tjerët, sa të mund të ndrinjë më mirë, është shtysësh dëshire e brendshme të digje me dëshirë. E patjetër që kjo dëshirë duhet të shkojë paralel me mungesën e frikës ndaj sakrifikimit. Unë zjarit nuk i druhem, edhe kur s'dua të shuhem. Ja ku duket qartë kjo mungesë frike, as i druhet zjarit, as do të shuhet ndonjëherë, po të digje me dëshirë, sa të mund t'ju ndrinjë më mirë.
Disa vargje poshtë duket sikur përsëritet në mënyrë identike, por me fjalë të tjera e njëjta ide, mungesa e frikës ndaj flimit dhe dëshira e brendshme për ndriçimin e të tjerëve. Më është të falur durimi, andaj po digjem si trimi. Është trim, prandaj nuk ka frikë të digjet. Se ma kënda t'u bëjnë mirë, të mos mbeti në errësirë. Dhe dëshira e brendshme ja ka ënda t'u bëjnë mirë që të mos i lërë në errësirë. E pra duken si identike, por në fakt këto vargje, sidomos i pari, na japën një informacion shtesë të rëndësishëm, atje shumë të rëndësishëm. Nuk ka frikë, thot, dhe digjet si trimi, sepse ka fuqi ta duroj flakën. I është falur durimi, i është falur. Pra durimi nuk është i njeriut i qenies vdekatare, por i është falur nga lart, është dhuratë hyjnore. Kjo është arsyeja pse duron, pse është trim, pse digjet pa frikë. Kjo është pjesa hyjnore e qenies, po që e bën atë të ndryshëm nga ne, njerëzit e zakonshëm që i trembemi flakës. Nëse do të dish më shumë për fjalët e Qiririt, le themi je para një testimi kur ke dyshime se mund të të bjerë kjo poezi, ose thjesht do të jesh i përgatitur për mësimin nesër. Të sugjeroj ta shohësh të plot serinë e video komenteve, por sidomos të shfrytëzosh materialin shtesë për këtë poezi tek webfaqja klasaletërsi.com. Shko tek menu analiza komente, nën menu klasa e 11, aty shih na infrashri fjalët e Qiririt. Aty do të gjesh kuize, pyetje me alternativa për këtë poezi, materiale shtesë dhe sidomos do të gjesh të shtjelluara shumicën e ushtrimeve të tekstit shkollor.